Ndërsa shumë presin përgjigjen e Iranit, një grup iranianësh në SHB po e ndjetin nga afër, duke pritur të shohin nëse ky konflikt është fillimi i fundit për regjimin islami. Korrespondenti nga Washingtoni, Ryan Henson, dëgjoi se çfarë mendojnë ata për konfliktin aktual dhe çfarë besojnë se do të sillte paqe në rajon. Antarët e organizatës së komuniteteve iraniano-amerikane prej kohësh po luftojnë për një Iran të lirë, demokratik, laik dhe të çnuklearizuar, dhe po i kërkojnë qeverisë së SHBA-s dhe pjesës tjetër të botës të mbështesin popullin iranian, ndërsa ata luftojnë për liri. Populli i Iranit ka dekada që lufton për demokraci dhe të drejtat e njerëzit për më shumë se 4 dekada, dhe bota duhet të njohë të drejtën e popullit iranian për të rrëzuar këtë regjim. Bota duhet të njohë dhe faktin që ne kemi një alternativë të qëndrueshme ndaj këtij regjimi. Organizatorët thonë se një alternativë e qëndrueshme është organizata e mujahedinëve të popullit, e njohur gjithashtu si MEK. Është një lëvizje politike që shpreson të rrëzojë udhëheqësin suprem dhe të zëvendësojë diktaturën aktuale me një demokraci laike. MEK-u është një organizatë laike o demokratike, komiteti qendror i së cilës është tërësisht i përbërë nga gra, dhe ne e mbështesim plotësisht sepse synon një republikë demokratike, laike dhe jo bërthamore për popullin e Iranit. Mbështetësit e MEK-ut bien dakord me SHBA-n dhe Izraelin që Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore. Mbështetësit besojnë se bombat dhe ushtarët e huaj nuk do të sjellin ndryshimin që Irani apo rajoni kanë nevojë. Ky regjim nuk do të bjerë i dobësuar apo jo nga qielli, apo duke u bombarduar nga qielli. Ky regjim do të bjerë me vullnetin dhe forcën e popullit të Iranit. Më 20 qershor u shënua 44 vjetori i ditës kur regjimi iranian hapi zjarr ndaj protestuesve paqësor në vend. Organizata e komuniteteve iraniano-amerikane e përkujtoi fundjavën duke nderuar viktimat e regjimit që humbën jetën duke luftuar për demokraci. Ata i rreshtuan fotografitë e tyre përgjatë sheshit kombëtar. Duke raportuar në Washington, unë jam Ryan Henson.